Mësimi i gjuhës shqipe i jepet në të gjithë vendet ku ka shqiptar, tashmë prej kosh, prej aq sa ka shqiptar, përderisa vazhdon të ruhet e të jepet edhe tek arbëreshët, imagjinoni në këto 35 vite. Pra, por procesi i zyrtarizimit edhe në shkollat zyrtare në vendet ku ata jetojnë është i ndryshëm. Për shembull, Suedia, disa lande të Gjermanisë, Finlanda e kanë në proces mësimor. Pra ata gjuha atyre aty jepet mësim dhe në mënyrë të zyrtare brenda orarit mësimor, brenda këtij procesi dhe natyrisht edhe është notë më vete. Por në vende të tjera, siç kemi Greqinë, Italinë, Zvicrën, Anglinë, Amerikën, megjithëse në Amerikë kemi bërë një përparim shumë të madh, se kemi të parën shkollë shqipe në New York, e cila është shkollë jo thjesht jepet shqip, po të gjitha lëndët jepen shqip, pra është një hap më vete, pra ka forma të ndryshme të mësimit të gjuhës shqipe jashtë vendit. Kjo agjenci do të mbikëqyrë në një farë mënyre edhe një lloj standardizimi të mësimdhënies në to. Natyrisht ajo që do të bëjë agjencia do të jetë që nxënësit që mbarojnë dhe mësojnë gjuhën shqipe aty mund të japin pastaj një provim të certifikuar i cili do të njihet ndërkombëtarisht.